Pas shpalljes së konkursit për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2016-2017, sot edhe zyrtarisht ka filluar paraqitja e parë e afatit të qershorit për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike të Republikës së Maqedonisë. Regjistrimi i nxënësve në shkollët e mesme ka filluar edhe në 6 shkollat e mesme të qytetit të Tetovës, ku sipas konkursit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në shkollën e mesme të gjimnazit Kiril Peçinović, është parapartje në vitin e parë të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele, 102 në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën shqipe. Në shkollën e mesme të mjekësisë Nikola Shtejn, për këtë vit është parapartje të regjistrohen 680 nxënës në 20 paralele, 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 442 nxënës në 13 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke. Drejtorët dhe përgjegjësit për marrëdhënie me publikun në shkollat e mesme publike komunale në qytetin e Tetovës thonë se janë bërë të gjitha paraprgatitjet e nevojshme për regjistrimin e nxënësve në afatin e parë të regjistrimit. Procesi i regjistrimit ka filluar në kohë sipas planit të paraparë dhe i njëjti është duke u realizuar normalisht, ku pritet regjistrimi i semimaturantëve për të plotësuar numrin e paraleleve për këtë vit shkollor, të parapara me konkursin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Procesi i regjistrimit ka filluar sot në orën 8 dhe do të zgjat deri në orën 15. Në paralelet maqedone pranohen 3 paralele, kurse në paralelet shqiptare janë 12 paralele. Gjithçka është në rregull deri tash, prafërsisht numri i të pranuarve në paralelet shqiptare është në përgjithshme diku te 100 që janë paraqit që kanë aplikuar tash flas në numër, 130 dikun të matematikor, 68 deri në këtë orë dhe besojmë se dhe në afatin e parë në gjimnaz do të plotësohet numri i nxënësve të pranuar për vitin 2016-2017. Në bazë të konkursit të Ministrisë së Arsimit, gjithsej të kemi të paraparë 20 paralele, ku 13 janë në gjuhën mësimore shqipe, 6 janë në gjuhën mësimore maqedone dhe 1 është në gjuhën mësimore turke. Prej atyre drejtimet janë si që i kemi në çdo herë, motër medicinale, teknik dhëmbësh, drejtimi kozmetik, drejtimi i përgjithshëm edhe drejtimi teknik dhëmbësh. Gjithsej të poenat i kemi nga 70 pika, deri tani, deri në këtë orë, do me thonë në gjithsej kemi 270 të paraqitur. Ndryshe për vitin shkollor 2016-2017 në shkollat e mesme komunale të Tetovës, është parapartje të regjistrohen në total 2004 nxënës, të cilët duhet të sistemohen në gjithsej 104 paralele, prej atyre 78 paralele me mësim në gjuhën shqipe, 25 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 1 paralele me mësim në gjuhën turke. Edhe këtë vit shkollor ashtu si në vitet e kaluara, kriteriumet për regjistrim janë po ato që kanë qenë.